Rusia dhe Ukraina janë akuzuar nga njëra tjetra për kryerjen e sulmeve ajrore që shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën civile, vetëm disa orë pas një marrëveshje për armëpushim të kufizuar. Ky armëpushim u arrit për të ndalur sulme ndaj objektiva energjetike pas një bisede telefonike mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe liderit rus Vladimir Putin. Megjithatë, Rusia vazhdoi sulmet ajrore duke dëmtuar spitale dhe shkaktuar lëndime në Ukrainë, përfshirë një sulm me dron në rajonin e Kievit që plagosi një person dhe shkaktoi dëme në disa shtëpi. Në përgjigje, Ukraina gjithashtu kryen sulme me dron në territorin rus, duke shkaktuar një zjarr në një depo nafte në rajonin e Krasnodarit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të bllokojë çdo përpjekje të Rusisë për të vazhduar luftën dhe për të zvarritur armëpushimin. Ai theksoi se Rusia po sulmonte qytetarët dhe infrastrukturën civile, duke shkaktuar më shumë dëme për popullin ukrainas. Rusia gjithashtu raportoi se kishte shkatruar 57 dron ukrainas gjatë natës, ndërsa autoritetet ruse të aviacionit pezulluan fluturime të disa aeroporte për shkak të kërcënimeve të sulmeve me dron.